Republikës, mirë mbrëma gjithë ju qytetarë që i keni dhënë shpirt e dritë këtij udhëtimi tonë të madh. Ja ku jemi sonte sërish në zemër qytetit tonë për të përmbyllur bashkë udhëtimin më të bukur të këtyre viteve, një udhëtim që e ktheu lidhjen demokratike të Kosovës në vendin e parë në Prishtinë pas 12 vitesh. Një udhëtim që tani e kërkon vetëm edhe një hap të fundit ta volosin fitoren e plot Prishtinës me përparim Ramën kryetar të ardhshëm të saj. Prandaj të dielën me 9 nëntor Prishtina do të flet sërish dhe këtë herë ajo flet me vendosmëri, me krenari, me vullnet të hekur. Prishtina do të vazhdoj rrugën e punës, të dinjitetit dhe të vetë qytetarisë. Dashur qytetar, rrugtimi i drejtanishëm elektoral nuk ishte një fushat e thjeshtë si të tjerat, ishte më tepër një betejë e vërtet për qytetin, për mënyrën se si duam të jetojmë, për të ardhmen që duam të ndërtojmë këtu. Në njërën anë, kishëm punën, vizionin, qetësinë, kulturën e zhvillimin. Në anën tjetër kishim rrëmujën, propagandën, blokimin, politikën që nuk ke nje as qytetarin, as dinjitetin. Prishtina do t'jetë e qartë se me cilën anë është. Prishtina e qartë ishte në raundin e parë dhe jemi të bindur se të dielën. Prishtina jonë, Prishtina juaj, do t'jetë edhe më e qartë për rrugën që populli ynë do ndjekë përpara. Ne e kemi parë për 4 vite me radhë se Prishtina është me ne, Prishtina është me ata që punojnë, me ata që ecin, me ata që udhëheqin. Prishtina zhvillohet me LDK-n dhe përparim Ramën kryetar të saj. Por, kur populizmi përpiqet hyjë në qytet, gjithçka do të ngesë, gjithçka do ndalet. Për 4 vite, ata që sundojnë nga qeveria qendrore nuk e ndihmuan as edhe një projekt të vetëm të kryeqytetit tonë. Përkundrazi, ata bën shmos që këtë qytet tuajin ta shndrojnë në fush betejë partijake politike me apetita të ngushta të karrierave të tyre. Në vend të investimeve që mund të bënin, ata sollën gjën e vetme që din të bëjnë blokimin. Në vend të bashkëpunimit me kryeqendrën e qytetarëve të vetë, Prishtinës, pra shtetit vetë, ata sollën sabotimin si vlerë. Kur u folën për unazën e jashtme të Prishtinës, thanë se nuk jepen 200 milion euro investime për Prishtinë, merreni me mend. Kur kërkuam ndihmë në arterjet kapitale, ata na kanë lënë në përgjykata me qëllime vonese. Kur kërkuam trajtim korrekt buxhetor, ata lanë Prishtinën për një vit të tërë pa fonde, me restriksione, me 1/10 e buxhetit në dispozicion. Ata folën qartë në Prishtinë për 4 vite, më 12 tetor, pra disa javë më parë, qytetarët e Prishtinës folën edhe më qartë. I dhanë LDK-s vendin e parë, e vendosën përparimin vendin e parë, dhe ky rrugtim duhet vazhdojë edhe tani. Dhe kjo është përgjigjja më e madhe që mund t'i japim populizmit sot, me punë, me qytetari, me fitoren e Prishtinës. 4 vite më parë, dashur qytetar, ne bashkarisht me ju e morëm përsipër një detyrë shumë të vështirë. Ta rindërtonim besimin e qytetarëve tek politika. Prishtina kishte humbur shpresën, kishte humbur besimin se mund qeverisej me ndëshmëri, me dinjitet e me rezultate të mira pas 8 viteve ngecje.
Por në këto 4 vite tona, bashkë me Përparim Ramën, ne e dëshmuan të vërtetën. Ne sollëm shkolla që ndryshojnë çdo mëngjes të fëmijëve tonë. Ne sollëm sim tërditor, modelin më të suksesshëm arsimor në vend, që sot duan ta kopjojnë secila komunë për Kosovë. Ne hapëm rrugën A, dhonazën e brendshme të qytetit, arterjet që po japim frym Prishtinës. Ne krijuam sheshe moderne, parqe të reja, hapësira publike me plot jetë. Ne e kthyem Prishtinën në qytetin e ideve, të artit, të energjisë rinore, siç ka qenë Prishtina gjithherë. E gjithë kjo ndodhi me punë e qeverisje të mbarë, nën përkushtimin e një ekipi të jashtëzakonshëm, nën përkushtimin e një kryetari që nuk u dorëzua asnjëherë përballë asnjë pengese që i vente në ballë. Nën vizionin e një ekipi që do qytetin dhe jo pushtetin, Prishtina megjithatë doli faqe bardhë, eci mbar, punoj fort. Sepse Përparim Rama nuk është i fjalëve të thata, ai është njeriu i punëve konkrete, i arkitekturës urbane, i planit të qartë. Ai e do qytetin si shtëpinë e vet dhe punon për të, si qytetari më i mirë që mund ta ketë Prishtina. Dhe sot, të gjithë bashkarisht, le të sillemi si qytetar më të mirë që i meriton Prishtina, kryeqyteti ynë. Njëjtë sikurse Përparimi, njëjtë sikurse ekipi i tij në Prishtinë. Prandaj këtë diele ne do të votojmë bashkarisht vazhdimsinë e punës, vazhdimsinë e vizionit, vazhdimsinë e qytetarisë. Sepse Prishtina jon e juaj nuk ka kohë për eksperimente politike. Nuk ka kohë as për propagandë, për retorik, për tallje me qytetar. Prishtina nuk mund të kthehet në dorë të atyre që e shohin vetëm si trofe, e jo si shtëpi të tyre. Ne e kemi kthyer qytetin rrugë të drejtë, tani duhet ta avolosim këtë rrugë me votë, me bindje, me besim. Dhe me 9 nëntor, nuk do të jemi vetëm për një ditë zgjedhjesh, por do të jetë dita e volosjes jo vetëm të fitores sonë, por dita e ecjes së Prishtinës dhe Republikës Kosovës në rrugën e vet origjinale që e kemi trasuar gjithmonë. Dhe jam i bindur nga raundi parë se këtë herë Prishtina tashmë e ka bërë zgjedhjen e qartë, ai ka zgjedhur punën mbi fjalët, ka zgjedhur kulturën qytetare mbi arrogancën, ka zgjedhur stabilitetin mbi ndarjen e përçarjer, ka zgjedhur lidhjen demokratike të Kosovës, qytetarët e vet, Prishtinën si kryeqytet Kosovës. Dhe kjo që po ndodh sot në kryeqytet Prishtinë nuk është një rastësi politike, është rikthim e një fryme, e një morali politik që është harruar në Kosovë tash 5 vite. LDK-ja dhe Prishtina që po ngritet sot bashk janë për qytetari, për dinitet, për modernitet e për mendim të arsyeshëm. Ky ekip i yni vjen nga tradita rrugoviste, nga ajo shkollë politike që mësoi një këmbë se si të fitoj me paqe, se si ndërtoj me urtësi, se si të përparoj me qytetari e kulturë. Prandaj, sot, mbi ato themele shumë të forta, po ngritet një brez i ri politik e qytetar Prishtinë, një brez që nuk pranon urrëtitjen si stil politik, që nuk e sheh pushtetin si qëllim të vetin, që kërkon punë, që kërkon zhvillim, që kërkon rend, e mbi të gjitha që punon për shpezë në Republikë. Kjo është fryma politike sot e Prishtinës, fryma e njerëzve që esin përpara, me dritë në sy, jo me mlef zi në zemër. Fryma e njerëzve që bashkojnë, jo e atyre që ndajnë, prandaj të dashur qytetarët Prishtinës, nga çdo anë, nga çdo qytet, nga çdo lagje, nga çdo parki, janë bashkohuni me Përparim Ramën, lidhjen demokratike të Kosovës dhe Prishtinën që e meritojmë të gjithë. Dhe në këto duar trokitje të mëdha t'juja, lejoni që para jush të ftoj kryetarin e tashëm, kryetarin e arshëm të Prishtinës,
njeriu që këtë diel do të vazhdoj mandatin e nisur 4 vite më parë për Prishtinën metropolitane, për Parim Rama. Qa me thot tjetër veç dashni për Prishtinën, dashni për gjithë juve, falemderit shumë për këtë dashni që ma shpremni gjithmonë. Qytetarë të Prishtinës, sot e kam një fjallë me juve, të drejt, të sinqert dhe nga zemra. Mi keni po punë, mi keni po fjallët e argumentet, krejti kemi thonë, krejti kemi dëshmu, tash ka met veç një gjo. Vota. Në të javë jam dalë për para secilës, lagje për lagje, fshat për fshat, rrugë për rrugë, i kom folë me zemër, me fakte. I kom të regu për Prishtina Peakwork, platforma ku gjdo premtim është punë konkrete e gjdo vizion është projekt real. Po, ju kom folë edhe për blokada, sepse ato nuk janë fjallë, po janë mure që gjdo dit mundohemi me i shty e me i rëzu për juve. Që unë nuk e kam dërmen me unojnë, unë nuk nalëm, se dashnia për qytetin nuk ndalët. Se kur e dërë vendin, punon për te edhe kur të pengojnë. Kër u ktheva nga Londra, e dija që ka mundet me u bo këtu, e tash që një mirë problemet e di edhe ma mirë, pra i di tash edhe zgjidhjet. Prishtina mundet, Prishtina din, Prishtina meriton. Edhe, apo e bojmë një marrëveshje këtu së bashku, po e bojmë një marrëveshje me juve votues dashur. Diellën mos rrini në shtëpi, dilni dhe votoni. Voto për me adhon qytetit tënd fuqinë e vetme që ka votën e bashkume. Votën e bashkume të gjithë qytetarëve të kryeqytetit. Sepse veç kur votojmë bashk, jemi të pathyeshëm. Veç kur votojmë me dashni, fitojmë për veti, fitojmë për fëmijët tanë. Veç kur votojmë me vizion, i dalim zot të ardhmes tonë Prishtinës të zemrës. E unë e dini e du një Prishtinë model, një Prishtinë që ka mandru si student, kur shikoja qytetet ku njerëzit jetojnë mirë, ku jetojnë qetë, jetojnë me barazi e respekt. Një Prishtinë funksionale, një Prishtinë digitale të gjelbër, me ajër të pastër dhe me zemër të madhe. Një Prishtinë që nuk përqan e liqon askën, por i fuqizon të gjithë. Edhe shikone kryeqytetin tonë sot, Prishtina është në hartën e botës me festivale, me koncerte, me panajire, me konferenca, bota po vjen të ne. A nuk është koha të vazhdojmë këtë hovë? A nuk është koha të qojmë Prishtinën edhe me lartë, të qojmë Prishtinën për te?
Po, unë jam kryetari projekteve të mëdha, jam ai që asnjëherë nuk e njeh fjalën zbohet. Sepse kur punon me pasion, muret me pengesa bëhen veç shkollë. E unë nuk ndalem të pengesat, unë i kthej ato në hapa drejt suksesit së bashku me juve. Misioni im është i qartë, me ndryshu mendsinë, me i bo gjonat, me vizion, me dashni, me dije. Se kam nis këtë rrugë për pak, e kam nis për shumë për të gjithë ne. E tash edhe njëherë, po ju them drejt, nëse Prishtina jonë ka me ecë përpara, varet për juve. Nëse duam punë të mëdha, duhet vote madhe. Nëse duam qytet modern, duhet mendësi moderne. Nëse duam me pa ndryshim, duhet me qenë ne vetë ndryshimi. Mos jep votën blokadës, mos ja jep smirës, demelis, sabotimit, përçarjes e linçimit. Jepja punës, jepja vizionit, jepja dashnis dhe bashkëpunimit për qytetin ton të zemrës. Të diellën dil me zemër, dil me krenari, dil me familje, dil me fëmijën tonë për dore dhe thuaj Prishtinës, që ku jemi bashk, shkojmë për tej, sepse veç bashk, Prishtina funksionon, demokracia funksionon, bashkëpunimi funksionon, Kosova funksionon. Faleminderit nga zemra për secilin prej jush, aktivist e strukture dashun për angazhtimin e energjin pozitive që keni dhonë Prishtinës të javë, se keni bo një punë të mrekullueshme dhe ju dua nga zemra, ju falenderoj shumë nga zemra. E të dielen për dashnin që ke për qytetin tënë, dil voto për Prishtinën që punon, për Prishtinën që bashkon, për Prishtinën që nuk ndalet, për Prishtinën për tej. Faleminderit e shihemi në fitore.